Zoti Selimi është tërësafajshëm për secilin prej krimeve të pretenduara në akt akuzë, siç e ka vërtetuar mbrojtja në mënyrë të gjerë në dosjen sa përfundimtare 380 faqe. ZPS-ja thjesht nuk ka arritur të përmbush detyrimin e saj për të vërtetuar asnjërin prej këtyre krimeve të pretenduar për të dyshimit të arsyeshëm. Kaq është, dhe kjo është çështja jonë, me pak fjalë qëndrimi jonë. ZPS-ja duhet të paraqesë prova që ja kanë vlerë provuese, janë koherente dhe relevante dhe dëshmitarësh të mbështetshme për të vërtetuar pretendimet kundër zotit Selimi për te dyshimit të arsyeshëm. Në gjitha këto aspekte, ajo prokuroria ka dështuar ta bëjë këtë në mënyrë mos të qartë.